të barë për shtetin dhe në këtë fazën tuaj të zhvillimit nuk është diçka që mund ta bartni mbi supe. Zoti Najs, gjatë gjithë kësaj periudhe kohore, nga themelimi i gjykatës e deri në funksionim ka pasur një debat shumë të madh. Edhe sot dhe më ditë, ky është një nga debatet më të mëdha që ndodhin nëpër studio televizive si çfarë ka mundur të bëhet më ndryshe. Shembull ka pasur edhe ide më drastike në momente të ndryshme, shembull që të shfuqizohet gjykata speciale. Madje ka pasur një moment kur kuvendi ishte mbledhur për ta bërë një gjë të tillë, por një trysni ndërkombëtare nuk e kishte lejuar një gjë të tillë. A mendoni që idetë e tilla kanë vend ose ballafaqimi me një proces të tillë që është me shumë probleme mund të bëhet me një formë që eventualisht edhe të shfuqizohet një institucion i dhomave të specializuara si gjykata speciale? Shfuqjes apo edhe si a keni mekanizëm për ta bërë një gjë të tillë. Mendoj ma merr mendja që ato forca do të ishin shumë të fuqishme, gjërat kanë ndryshuar, keni një edhe diçka tjetër që ndoshta mund të dëshironi që të mendoni, mund të ketë pak lidhje me këtë. Kur vendimi për të filluar rastin e gjykatës ishte shumë vonë për të përdorur tribunali, por ka mund